Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra, me Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 12 qershor dhe kisha në ortodokse në afron lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 9, vargu 14 deri në vargu 27. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas hetërve. Atëherë ju afruan dishepujt e Joanit dhe i thanë: "Pse ne dhe farisejt agjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?" Dhe Jesu ju tha atyre: "A mund të mbajnë zi dasmorën ndërsa dhëndri është mes tyre? Por do të vi koha kur do ta marrin dhëndrin dhe atëre ata do ta agjërojnë. Askush nuk bën një copë prej stofit të ri mbi një petkë të vjetër, sepse kështu arna bie dhe grisja bëhet më e madhe. Dhe as nuk shitet vera e re në kacek të vjetër, përndryshe kacekët shpohen, vera derdh dhe kacekët humbin. Po shtihet vera e re në kacek të ri, kështu që ruhen të dy." Ndërsa Jesu ju thoshte këto, u ofroi një nga krerët e sinagogës, ra përmbys para tij dhe i tha: "Sapo më vdiq vajza, po eja, vëre dorë mbi të dhe ajo do të jetojë." Dhe Jesu ju ngrit dhe ndoqi bashkë me dishepujt e tij. Dhe një grua e cila vonte prej 12 vjetësh nga një fluks gjaku, ju ofrua nga mbrapa, i preku copën e rrobës së tij, sepse thoshte me vete: "Po të prek vetëm rrobën e tij, do të shrohem." Jesu ju kthye e pa dhe tha: "Merr zemër bi, besimi yt të ka shëruar." Dhe në atë çast gruaja u shërua. Kur Jesu i arriti në shtëpinë e kryepriftit të sinagogës dhe pa filltarët dhe turmën që zhurmonte, u tha atyre: "Largoni, sepse vajza nuk ka vdekur, po fle." Dhe ata e përqeshin. Pastaj kur turmën e nxorën jashtë, ai hyri, e zuri, përdore vajzën dhe ajo ngrit. Fama e kësaj u përhap në mbar atë vend, dhe ndërsa Jesu i po largohej nga andej, të dy verbër e ndiqnin duke bërtitur dhe thënë: "Ki mëshe për ne, biri Davidit." Pra, këto janë vargjet që lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut, le t'i komentojmë varg për varg. Në vargun 14 na thuhet: "Atëherë ju afruan dishepujt e Joanit dhe i thanë: Pse ne dhe farisejt agjërojmë shpesh, ndërsa dishepujt e tu nuk agjërojnë?" Agjërimi ishte një praktikë që kishin judejnë, pra ishte abstenimi i ushqimeve deri në të perënduar të diellit. Kështu që edhe nxënësit e Joan Parenësit të Pagzorit agjëronin, por edhe apostujt që ishin me Krishtin, jo se nuk agjëronin, por ata nuk e kishin këtë një praktik kaq të theksuar sa që kishin edhe nxënësit e Joan Parenësit të Pagzor. Dhe atëherë ata i bën një pyetje që ne dëgjuam. Shënjani Gojar thotë se pyetja nuk ishte domosdoshmërisht armiqësore. Dishepujt e Joanit ishin ende në procesin e të kuptuarit se Mesia kishte ardhur. Pra dim që Shën Joan Parenësi Pagzor ishte ai që kishte dëshmuar se Jesusi është Mesia ose Krishti. Farisejtë shihnin agjërimin si shenjë të drejtësisë së jashtme, ndërsa Krishti po i çonte njerëzit drejt një drejtësie më të thellë të zemrës, jo thjesht një praktikë e jashtme siç ishin dhe praktikat e ligjit. Praktikat fetare janë të rëndësishme dhe sot, dhe kisha e mban rregullin e agjërimit dhe të kreshmimit, por ato nuk janë qëllim në vetvete, ato duhet na çojnë tek Krishti. Rreziku është kur forma fetare bëhet më e rëndësishme se marrëdhënia me Perëndim, dhe këtu fusim edhe kreshmën dhe agjërimin. Por në vargun 15 kemi përgjigjen e Jesuit. Po Jesu i tha atyre: "A mund të mbajnë zi dasmorën ndërsa dhëndri është midis tyre? Por do të vi koha kur do t'ja marrin dhëndrin dhe atëherë ata do ta agjërojnë." Si të kuptojmë këto vargje? Shën Agustini shpjegon se Krishti e quan veten në dhëndër, ndërsa kisha është nusja e tij. Kjo ishte edhe në dhjatën e vjetër, Zoti Perëndi shikoi si burri dhe Izraeli si nusja. Por dhe në dhjatën e re, përsëri biri dhe fjala e Perëndis bërbi njeriu, që është Perëndi për Perëndie, quhet dhëndri. Këtë e tha Shën Joan Parenësi dhe Pagzor, ai pra është dhëndi që duhet gëzohet për nusën, dhe për nusja nuk ishte gjë tjetër veç se kisha, që është kisha apostolike. Dhe këtë kemi edhe në fund të zbulesës, ku na tregohet se u bë gati dasma e qingjit, që është Jesu Krishti, me nusën që është kisha. Prania e Krishtit është kogëzimi tek apostujt, por largimi i tij, të flasim këtu për kryqëzimin dhe varrimin e tij, do të ishte koha e agjërimit. Dhe ne dim që apostujt ato 3 ditë agjëruan plotësisht, as nuk hëngrën, as nuk pinë. Kreshmimi dhe agjërimi krishterë nuk është një trishtim i pashpresë sot, por është mall për bashkimin më të plot me Krishtin. Pra, ne nuk kreshmojmë ose agjërojmë si apostujt
ato ditë të kryqëzimit të Krishtit, sepse ata menduan se Krishti vdiq dhe nuk do ngjallej, por neve sot e dim që Krishti u ngjall, por e përdorim kreshtimin dhe agjërimin si një mjet që të pastrojmë shpirtin dhe të aktivizohemi shpirtërisht për të pasur edhe një mall për të bashkuar me Krisht, sepse për shkak të mëkateve tona dhëndri i shpirtit ton Krishti largohet. Kështu që neve mbajmë zi për mëkatet tona, pendohemi, rrëfehemi që të bashkohemi me dhëndrin. Këtë kuptim ka kreshma dhe agjërimi sot. Dhe flasim për vargun më poshtë 16 ku na thuhet: askush nuk vë një copë prej sopit të ri mbi një petkë të vjetër, sepse kështu arna bie dhe grisja bëhet më e madhe. Si të kuptojmë këto vargje? Shën Jeronimi thotë se stofi i ri simbolizon mësimin e ri të ungjillit. Zemrat e papërgatitura nuk mund të mbajnë menjëherë plotësinë e zbulesës së Krishtit. Prandaj dhe Krishti të gjithë mesazhin e tij nuk e tha te skribët dhe farisejt e vjetëruar, jo thjesht si një moshë, por dhe si një doktrinë që ishte dhe dhjata e vjetër, por e tha tek të rinë. Do dim se apostujt ishin një moshë rinore dhe ishte një lëvizje rinore. Sot, për shembull, ndryshimi shpirtëror kërkon ripërtritje të brendshme. Nuk mjafton të shtojmë pak fe mbi mënyrën e vjetër të jetesës, por ne duhet të bëjmë një rigjenerim. Nëse ne si them duam të jetojmë si të krishterë, nuk mjaftojnë vetëm disa tradita trashëguara nga familja ose tradita që janë dhe tradita kishtare që në vetvete nuk janë që janë të mira, por nuk duhet mbeten vetëm te kjo. Ne duhet të bëjmë një rilindje, ringjallje në Krisht, një jetë të re. Siç thotë apostulli Pavli, tani nuk jetoj më unë, por Krishti jeton në mua. Këtë kuptim kanë fjalët e Krishtit sot. Por le të flasim për vargun 17 ku na thuhet: dhe askush nuk shtije verën e re në kacek të vjetër, përndryshe kacekët shpohen, vera derdh dhe kacekët humbin. Po shtihen verën e kacek të ri, kështu që ruhen të dy. Edhe këto vargje pothuajse kanë të njëjtin kuptim. Shën Ilari i Poaties shes se vera e re është hiri i frymës së shenjtë që na u dha nga Krishti. Kacek të ri janë njerëzit e ripërtrit nga hiri dhe këtu ka fjalën për apostujt, dishepujt dhe gjithë krishterët. Kurse kacekët të vjetër janë farisejt, skripët ose ata që takonin dhjatës së vjetër, të cilët nuk e pranonin mesazhin e ungjillit të hirit, por vazhdonin të mbeteshin me ligjin e Mojsiut. Perëndia sot dëshiron të bëjë diçka të re në jetën tonë, por duhet jemi të gatshëm të transformohemi, jo vetëm të ruajmë disa zakone të vjetra, që ngjajnë si ato kacek të vjetër që nuk e pranojmë fuqinë e hirit të Shpirtit Shenjtë, dhe kjo krijon një skandal. Prandaj duhet të rigjenerohemi mendërisht, shpirtërisht, që të pranojmë këtë hir të ri të mesazhit të ungjillit që na dha Krishti. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargun 18 ku na thuhet: ndërsa Jesu i thoshte këto, ju ofroi një nga krerët e sinagogës, ra përmbys para tij dhe i tha: sapo më vdiq vajza, po eja vëre dorën mbi të dhe ajo do të jetojë. Në këtë varg na tregohet për një episod që vajza e Jairit, pra kishte vdekur, ishte një vajzë 12 vjeçare, dhe Shën Ambrozi lavdëron besimin e kryetarit të sinagogës, sepse edhe pse ishte kryetar sinagogë dhe Krishti shikoi me mospërfillje nga farisejt, nga anëtarët e sinagogës ose nga skripët, përsëri ky njeri i porulur dhe nga halli i tij, sepse kishte vajza e tij vogël, pra ishte duke vdekur, madje vdiq, ai erdhi te Krishti. Dhe edhe përballë vdekjes ai shpreson te Krishti. Vajza përfaqëson gjithashtu shpirtin që duket i humbur, por që Krishti mund ta ringjallë. Dhe asnjë situatë nuk është për te fuqive të Perëndis. Besimi shpesh provohet për Krisht ku gjithçka duket e humbur. Pra, ne nuk besojmë tek Perëndia për gjëra të mundshme. Ne besojmë tek Perëndia për gjëra të pamundshme. Ky është besimi, sepse për gjërat që janë të logjikshme, që mund t'i bëjnë dhe njerëzit, ky nuk është besim. Kështu që ne shkojmë tek Zoti për gjëra që neve nuk i bëjmë dot, siç është edhe ringjallja e të vdekurve. Dhe këtu nuk flasim vetëm për ringjallje trupore, por dhe për ringjalljen shpirtërore, ku nuk ka më shpresë që një njeri të ndryshojë moralisht, mendërisht, shpirtërisht. Flasim edhe për vargun 19 dhe 21. Dhe Jesu u ngrit e ndoqi bashkë me dishepujt, dhe ja një gruaj e cila vonte për 12 vitesh nga një flukë zgjaku, ju afrua nga mbrapa dhe i preku cepin e rrobës së tij. Dhe thoshte me vete, po të prek vetëm rrobën e tij, do të shërohet. Tashmë Krishti vendosi të shkojë në shtëpinë e Jairit për hir të besimit të Jairit, por kemi edhe një tjetër episod.
Një grua që kishte një hemorragji dhe ajo 12 vjet me hemorragji, dhe nuk ishte shëruar nga asnjë mjek, na thuhet në një vend tjetër, madje na thuhet në një pjesë të Ungjillit tjetër që i kishte harxuar të gjitha parat me mjek dhe ata kishin bërë më keq. Shpresa e vetme dhe fundit ishte të shkonte te Krishti. Por kjo grua me hemorragji nuk mund të shkonte te Krishti ballë për ballë, sepse sipas ligjit mozaik, ajo që grua që kishte hemorragji quhej e papastër, nuk shkonte në tempull dhe çdo gjë që prekte bëhej e papastër, pra ajo kishte edhe probleme sociale dhe shpirtërore. Po ishte e pa shpresë. Atëherë ajo me porositë pranon të t'i afrohet rrobës së Krishtit, asaj rrobe që prekte tokën, pra, dhe kjo tregon porosi dhe një besim të madh. 12 vitet e vuajtjes tregojnë pafuqinë e zgjidhjes nga ana njerëzore, pra që njeriu edhe sado vite që të shkoj prap problemet mbeten aty. Sot ka plagë emocionale, shpirtërore dhe morale që zgjatin me vite, por dhe fizike. Krishti nuk refuzon gjithë ata që afrohen me besim, edhe kur të tjerët e kanë humbur shpresën, ne duhet ta tekalojmë atë dyshimin dhe mos besimin dhe të shkojmë te Krishti. Pra, nuk duhet shikojmë se sa e vështirë është sëmundja ose problemi, ose sa kohë ka zgjatur, ose se si njerëzit nuk mund të bëjnë dot asgjë. Jo. Ne si kjo grua duhet të tekalojmë të gjitha këto dhe duhet shkojmë me porositë për t'u takuar ose për t'i kërkuar Krishtit shërimin. Dhe si ta bëjmë? Jo me arrogancë, por me porosi dhe me besim, ashtu si dhe kjo grua. Dhe shikoni në vargun 22, na thuhet: Jesuj u kthye pa dhe tha: merr zemër o bi, besimi yt ka shëruar, dhe në atë çast gruaja u shërua. Pra, në këtë varg na tregohet se si besimi i kësaj gruas u shpërblye. Shënqëria e Aleksandris thekson se fuqia vjen nga Krishti, por besimi është kanali përmes cilit njeriu e pranon atë hir. Është si një lloj ene ku ne shkojmë e mbushim në atë, si them, në pafundësinë e hirit perëndis. Si them, është si një përngjarje, si një oqean i madh pafund që ne shkojmë edhe mbushim sipas masës së enës së besimit që kemi. Prandaj, nuk varet nga Krishti shërimi po apo jo, por varet nga besimi ynë, sepse Krishti të njëjtën fuqi ka, të njëjtën fuqi ai e dërgon te njerëzit, por jo të gjithë njerëzit e pranojnë këtë fuqi. Dhe varet se sa besim ke, aq edhe merr. Prandaj dhe Krishti thot asaj: bi, shko, besimi yt të shëroj. Ishe ti pra që besove tek mua, sepse edhe të tjerë ishin nga turma dhe preknin Krishtin, po asnjëri prej ty nuk u shërua, sepse nuk e preknin me besim. Besimi nuk është mendim pozitiv, është mbështetje e zemrës te Krishti, dorëzim te Krishti, edhe ku nuk shikojmë ende rezultat nga ana njerëzore. Ky është besim. Dhe këtë besim e kishte kjo grua që nderohet edhe si shën Veronika. Po le të flasim për vargjet më poshtë, në vargun 23 dhe në vargun 24, kur Jesusi arriti në shtëpinë e kryetarit të sinagogës dhe pa filltarët dhe turmën që zhurmonte, u tha atyre: largoni, sepse vajza nuk ka vdekur, po fle, dhe ata e përqeshin. Pra, Krishti shkon në një ambient vdekje, siç ishte edhe tradita në atë kohë, që i bien i fyeve që ta linin shpirtin që të qetësohej dhe të largohej sa më lehtë nga trupi i vet, dhe shënjaga ti shpjegon se Jesusi tashmë vdekjen e quajnë gjumë, ajo po fle. Patjetër që shumë njerëz e quajtën si të pamend Krishtin, madje fillon ta përqeshin. Por Krishti kishte në mendjen e tij ringjalljen e kësaj vajzës dhe e shikonte vdekjen jo si një fund përfundimtar ose të dhimbshëm, por e shikonte si një proces. Pra, siç është një gjumë që ne flem për të zgjuar, kështu është dhe një vdekje. Është një gjumë në komë të gjatë për të zgjuar me urdhrin e Krijuesit, siç do jetë në fundin e kohërave. Dhe këtë Krishti na i tregon tashmë, sepse Krishti, si do shikojmë më poshtë, do ta ringjalli këtë vajzë me urdhër çau. Prandaj, për neve vdekja nuk është asgjësim, është një proces dhe ne nuk themi vdiq për një person, por themi fjeti në Zotin, dhe varrezave i themi qimitir ose fjetore. Por gjithmonë, siç të në atë kohë dhe në këtë kohë, kur ne flasim për ngjalljen të vdekurve, njerëzit përqeshin. Përqeshin Krishtin, a përqeshin dhe neve, por kjo nuk do të thotë se ne duhet të heqim dorë nga dëshmia e ngjalljes për të vdekurve, sepse besimi në Krishtin kalon të gjithë kufit e arsyetimit njerëzor dhe fuqisë njerëzore.
Pra Krishti nëpërmjet besimit na fton të shohim edhe përtej vdekjes, ku çdo gjë duket e mbaruar. Jemi në vargun 25 pra, ku na thuhet, pastaj kur turmën e nxorën jashtë, ai hyri e zuri i përdore vajzën dhe ajo u ngrit. Në këtë varg na tregohet se turma që ishte thjesht përqeshse dhe nuk besonte, doli jashtë, ajo turmë nuk ishte të drejtë shikonte këtë mrekulli, dhe kur mbeti Krishti me disa apostujt, dhe Pjetri, Jakobi, Johani na thuhet në një vend tjetër, dhe vetëm me prindrit e vajzës, atëherë Krishti e kapi nga dora vajzën, i dha fuqinë e tij dënse dhe e çoi si diçka, si dikush çohet nga gjumi. Shën Efrem Siriani e sheh këtu prekjen jetëdhënëse të Zotit. Ashtu si Zoti i dha jetë trupit prej baltet të Adamit, i dha jetë trupit të vajzës. Dora e Krishtit simbolizon hirin që ngre njeriu edhe nga vdekja shpirtërore. Pra Krishti nuk na ngjall vetëm trupërisht, por mrekullia më e madhe është na ngjalli shpirtërisht. Dhe fatkeqësisht ka shumë fëmijë sot që janë të vdekur shpirtërisht, që janë pa besim, pa moral, jetojnë në mëkate dhe këtu është defaji i prindërve. Prandaj ky është misioni i kishës, të ngjallin këta fëmijë të vdekur shpirtërisht. Dhe për këtë duhet shqetësohen prindrit. Ashtu si vajti i ajiri tek Krishti, duhet shkojnë dhe prindrit sot të ngjallin shpirtërisht fëmijët e tyre, duke i kërkuar Krishti që të vinë në shtëpinë e tyre, ose kishës, që është trupi i Krishtit. Krishti nuk na flet vetëm nga larg, ai në realitetin ton dhe na ngre ku edhe ne nuk mund të kemi shpresë të ngrihemi, pra siç thash, në vdekjen si trupore edhe shpirtërore. Dhe jemi në vargun 26, fama e kësaj u përhap në mbar vendin. Patjetër që kjo ishte një mrekulli shumë e madhe, ishin dy mrekulli. Kemi shërimin e gruas me 12 vjet hemoragji dhe shërimin e vajzës 12 vjeçare. Dhe patjetër kjo ishte një ngjarje që bëri shumë bujë. Mrekullia bëhet dëshmi për shumë të tjerë, pra kur Krishti bënte një mrekulli, ai e bënte këtë jo për t'i dhënë famë vetes, por ai e bënte këtë që njerëzit fitonin besim tek ai dhe të ndikoheshin nga këto mrekulli, pra të hapej besimi, dhe besimi vërtet nuk mund të mbetet i fshehur për gjithmonë. Pra, veprat e Krishtit, edhe pse ai nuk dëshironte famë dhe lavdi, por përsëri këto nuk mbeteshin të fshehura. Këto kishin ndikim në popull që njerëzit të besonin te Krishti. Dhe duhet dim se mrekullit nuk janë për besimtarët, janë për ata që kanë besim të lëkundur ose të pabesët. Jeta e transformuar një të krishterë është shpesh predikimi më i fortë. Pra, ne nuk duhet të themi që duhet të shikojmë dhe ne një mrekulli pa të besojmë te Krishti. Jo. Ne duhet besojmë te Krishti me arsyetim, me logjik, me frymën, me nosin ton, me mendjen ton. Por problemi është që kur e kemi të pamundur, dhe Zoti na ndihmon duke na dhënë një mrekulli ose të jetuar ose edhe të dëgjuar nga të tjerët. Dhe në vargu 27, që është dhe vargu i fundit, ne lexojmë: dhe ndërsa Jesusi po largohej prej andej, dy të vepra ndiqnin duke përtitur duke thënë: "Ki mërshi për ne, biri i Davidit." Në këtë varg të fundit, Shën Agustini e interpreton dhe shet dy të veprat si figura të njerëzimit që ecën në errësirë dhe kërkon dritën e Krishtit. Duke i quajtur biri i Davidit, ata rrëfejnë se Jesusi është Mesia i premtuar. Dhe kjo ishte në antitezë me ata që thonin që shikojmë, pra farisejnë dhe skripët, që thonin ne shikojmë nga ana e diturisë, pra që për ne ky është një gënjeshtar. Po ja dhe këta të verbër që nuk ishin jo vetëm sy, por nuk ishin dhe shumë dije, prap këta e besuan Krishtin. Pse e besuan Krishtin? Se ishte Mesia. Sa këta kishin dëgjuar për famën e tij, pra ishin ndikuar nga dëshmia e tjerëve. Edhe neve që të besojmë në Krishtin, nuk mjafton vetëm ne të shohim mrekulli, por ne duhet dëgjojmë dëshmitë që jep kisha, shenjtorët e kishës, etrit e kishës, por edhe njerëz të tjerë të cilët na dëshmojnë për besimin e tyre. Pra shikoni sa e rëndësishme është dëshmia e besimit të tjerëve, sepse ne nxisim besim te të tjerët. Verbëria më e rëndësishme është ajo, jo ajo e syve, po ajo e zemrës. Shërimi fillon kur pranojmë nevojën tonë për mëshirën e Perëndis. Atëherë fillojmë të shërohemi, se përulemi. Dhe pra, tema kryesore e gjithë kësaj pjese ungjillore është: Krishti është dhëndri, i dhëndri i kishës dhe dhëndri i shpirtit çdo besimtari. Krishti sjell rrisin e beslidhjes së re, që simbolizon me verën e re ose me kacek të ri,
ose me robën e re. Besimi hap derën për mrekullitë, si tek gruaja e sëmur, te Jairi që kërkoi shërimin ose ngjalljen e vajzës së vdekur, por dhe te këta dy të verbër. Besimi bëhet rruga e takimit me fuqinë e Perëndis. Pra besimi yt. Prandaj edhe Krishti thotë besimi yt të shëroj. Ose siç i tha edhe Jairit, ne këtej kemi një tjetër ungjil ku i thotë beso, vetëm beso, pra mos u dëshpëro. Prandaj le ti kemi parasysh këto fjalë të Krishtit, te këto tre mrekulli lidhen së bashku, gruaja përfaqëson shpirtin e plagosur, vajza përfaqëson shpirtin e vdekur, ndërsa dy të verbrit përfaqësojnë njerëzimin që ka humbur dritën. Të tre këto raste përfaqësojnë pra gjendje shpirtërore të njerëzit dhe Krishti sjell shërim, jetë dhe ndriçim në çdo gjendje shpirtërore që të jemi. Pra, si të plagosur, si të vdekur shpirtërisht, po dhe si të verbër shpirtërisht. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.